Mendoj se ajo që do t'ju përcaktoj është guximi. Sepse ky është virtyti nga I cili varen të gjithë të tjerët. Varet nga ju të zgjidhni betejat tuaja, gjërat për cilat kujdeseni dhe ato që bëni çdo ditë. Kur e shoh botën sot, shoh se guximi është I nevojshëm më shumë se kurrë. Në një kohë kur gratë përballen me abuzim fizik, kufizime në aftësinë e tyre për me punu, për me zotru pronë, për me udhëtu dhe madje me pas kujdestarinë e fëmijëve tyre. Ne kemi nevojë për guxim. Ne kemi nevojë për të rinë me guximin, me thonë, kjo është bota jonë tani. Dhe do të ketë disa ndryshime. Unë besoj se ju, të rinjët, do të tregoni guxim dhe brezin mbështetet në kjo. Kur ajo, siç thonë, është ngjitse. Njerëzit që kanë pasur guximin të ndryshojnë shoqëritë e tyre, frymëzojnë njëri tjetrin dhe krijojnë të drejta për brezat e ardhshëm. Do ta citoj poetin Robert Frost kur tha, do të ketë momente në jetën tënde ku do t'jesh para një vendimi dhe kur kjo të ndodh, je I guximshëm.